Kryetari I grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, këtë të njëjtë gjatë seancës plenare është ndalur te gjyqi I shkrerëve të UÇK-s në Hag, ku kërkoi hartimin e një deklarate, ku t'i bëhet e qartë Hagës se Shqipëria nuk e pranon baltën e hedhur mbi luftën e Kosovës. Gjatë fjalës së tij, Balla ka hedhur akuza dhe ndaj kryedemokratit Berisha, I cili ato momente kishte bllokuar foltoren, duke I thënë se I ka shërbyer gjithë jetën serbisë. Jemi sot në një seancë pak ditë nga një akt akuz e turpshme, e dhën, pushome se lenam. Ditën e hënë, jemi njohur me akt akuz të turpshme në ngarkim të 4 udhëheqësve të UÇK-s. 180 vjet bëjti, se di unë për ku punonti, po 180 vjet burg janë kërkuar ndaj udhëheqësve të UÇK-s një akt akuzë pa dëgjuar, ndërkohë që për asnjërin nga personat e marrë përgjegjës penal të ushtrisë serbe në Kosovë nuk ka ndodhur gjë tillë. Vetëm për Ratko Mladić është kërkuar kërkesa për procedurë është Kuvendi I Shqipërisë të ndërpres punimet menjëherë, të ngarkojmë zotin Hasani dhe zotin Shehu në Komisionin e Politikës Jashtme dhe Ta përfundoj fjalën. Të përgatisim me urgjencë një deklaratë të Kuvendit të Shqipërisë, e cila duhet gëzojë mbështetjen e gjitha palëve në Kuvendin e Shqipërisë për t'i bërë qartë Hagës dhe çdo aktori tjetër se Shqipëria dhe shqiptarët, populli shqiptar nuk mund ta pranojnë një balë të tillë të hedhur kundër një lufte të çlirimtare, sikurse ka qenë ajo e popullit shqiptar të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo deklaratë e Kuvendit të Shqipërisë duhet të miratohet menjëherë. Dhe ti që I ke shërbyer gjithë jetën tënde serbisë, liroja të foltore se lenam. Kërkesa bërë nga kreu I grupit parlamentar të Partisë Socialiste për mbështetjen ndaj shkrerëve të UÇK-s u miratua me shumicë votash nga deputetët. Nëse do bëjmë dakord, ne ta miratojmë.